Protestuesit e vërtet sot ndanë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sapo kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësia e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty. Dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë. Si quhet zoti Balla? Anton Frau, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci është histori e përsëritur. Ata që u turrën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu që kam dënuar edhe sulmin ndaj selis Partisë Demokratike, se këta ish Partia Demokratike në dies pas sot kishte frikë vinte në parlament nga frika e vezëve. Po ju keni frikë? S'kam fare. Kjo nuk është një skenar i ri, kjo është një skenar i përsëritur. Urdhëruesit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar. Ti di media publiku, të paktën ata qytetarë të ndershëm që dalin. Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran. Keni prova? Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Është turpi i policisë së shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë. Është një kritike apo kjo ndaj kolegut Lamëllarit? Jo, nuk është. Kolegu Lamëllari është kolegu im, por këto raste duhen proceduar në mënyrë menjëhershme. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ke 3 punonjës policie të gjakos. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak i punonjës policie, po rrjedh gjak shtetit.